Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se operacioni i quajtur Projekti Liria për shoqërimin e anijeve përmes ngushticës së Hormuzit do të pezullohet për një periudhë të shkurtër kohore, pasi është arritur përparimi i madh drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit. Përmes një postimi në Truth Social këtë të mërkurë, Trump tha se vendimi u mor me kërkesë të Pakistanit, i cili po ndërmjetëson bisedimet mes SBA-s dhe Iranit për të parë nëse marrëveshja mund të finalizohet dhe nënshkruhet. SBA-ja nisi të shoqëruarin Projekti Liria për të rihapur ngushticën e Hormuzit për anije tregtare, pasi Irani e ka mbyllur atë duke lënë mira anije të bllokuara në të dyja anët e ngushticës për javë të tëra, gjë që ka goditur rënd ekonominë globale. Irani e ndaloi kalimin përmes kësaj rruge jetike ujore duke kërcënuar se do të shënjestronte çdo mjet lundrues që do përpiqej të kalonte pa pëlqimin e tij për shkak të fushatës ushtarake të SBA-s dhe Izraelit kundër tij, e cila nisi më 28 shkurt. Njoftimi i presidentit Trump erdhi pas një konference për mediat nga sekretari i shtetit Marco Rubio, i cili deklaroi se fushata ushtarake amerikane kundër Iranit, e quajtur tërbimi epik, ka përfunduar. Disa orë më parë, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth tha se armpushimi i SBA-s me Iranin mbetet në fuqi, edhe pse Irani lëshoi raketa drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ushtria amerikane fundosi 6 varka të vogla iraniane më 4 maj.